Jemi në varrezat e Shënavllashit në vendin ku Nazmi Veseli, 63 vjeçar, i cili prej disa kohësh kishte një betejë ligjore dhe ishte abandonuar nga gjithë familjarët, është gjendur i vetvarur. Është gjendur i vetvarur në varrezat e Shënavllashit në këtë pemë këtu, e cila tashmë është shkurtuar për shkak se ka patur degët dhe Nazmi Veseli ka ardhur i vetëm. Është gjetur nga një nga banorët e zonës. Ti e ke gjetur? Po. Kë njoftove? Janë. Ishte i varur këtu ke pema? Po. Ja, tu e ka gjele ti. Është tu aty. Po qa kishte lon aty? Kishte celular, syze? Po. Ku i kishte? Në gjatë. Në xhep. Po, dy. 2 celular. Po, është 2 çokolata. Dhe 2 çokolata. Me litar ishte i varur? Qa lartësia? A vjet vot ma tregosh? Dhe la. Ku? Si, për fare. Që kanë prajnë të. Që kanë prajnë. Ke kjo e madhja? Po. Tu jemi ke varrezat e Shënavllashit, e? Pa, kjo është. Kjo. Po ti shë kjo? A i kishe pa në i herë atë burrin? Ja. Po të... Vetë kërë e pash. Jo, e kishe pa për zjalli, them. Ja, gjallë, ja. Nazmi Veseli, 63 vjeç, humbi jetën në mënyrë tragjike pak ditë më parë në Durrës. 63 vjeçari u martua për herë të dytë me Adelina Likmetën nga Burreli, me të cilën kishte 2 fëmijë. Nga martesa e parë Nazmiu ka dhe 3 fëmijë të tjerë. Nazmiu dhe Adelina u bën prindër të 2 fëmijëve, një vajzë dhe një djali, Alessio Veseli. Ky i fundit në moshën 22 vjeçare në vitin 2021 humbi jetën nga një aksident automobilistik në Itali. Nazmi Veseli u vetvra me 15 prill të vitit 2025 në varrezat e Shënavllashit, aty ku ishte i varrosur dhe një erku i tij, që kishte humbur jetën në vitin 2019. Nëna e Nazmi Veselit humbi jetën për arsye shëndetësore në vitin 2021. Pak kohë pas vdekjes së të birit, me 25 shtator të vitit 2021, Nazmi Veseli u arrestua pasi u kap teksa tentonte të transportonte disa sirian nga Gjirokastra në drejtim të Durrësit kundrejt përfitimit financiar. Gjatë kohës që ishte në burg, i kërkon ndihmë të vëllait të tij për ta nxjerrë jashtë. Me 12 tetor 2021, Nazmi Veseli firmos një prokurë të posaçme përpara noterit të Tepelenës Pëllum Gjaka, brenda ambienteve të burgut, ku i jep të vëllait të tij Kujtim Veseli tagrat për të bërë veprime ligjore që t'i dhuronte këtij të fundit shtëpi në emër të tij në zonën e Spitallës në Durrës. Pak kohë më vonë, shtëpia kalon në emër të vëllait Kujtim Veseli. Nazmi Veseli më pas kërkon anullimin e prokurës së posaçme dhe anullimin e dhurimit me pretendimin se nuk kishte lexuar kontratën dhe se ishte mashtruar nga i vëllai Kujtimi, të cilit i kishte kërkuar të siguronte 10 milion lek si garanci për ta nxjerrë nga burgu, ndërsa sipas tij, vëllai i kishte përvetësuar banesën. Madje për të kërkuar të drejtën, Nazmi Veseli drejtohet dhe emisionit Shihemi në gjyq me Eni Çobanin, ku në 2 emisione të ndryshme, përballë të motrës dhe ish gruas, përpiqet të shpjegojë se ishte mashtruar dhe se kishte firmosur nën mirëbesim. Kjo është prona me madhësi trualli prej 280 metra katror dhe ndërtesa me madhësi 74 metra katror që Nazmi Veseli e posedonte dhe më pas ja dhuroi të vëllait Kujtim Veseli. Ky truall dhe kjo ndërtesë aktualisht është në pronësi të Kujtim Veselit. Gjatë emisionit televiziv, mësohet se vëllai i tij Kujtimi pretendonte se ish gruaja e Nazmiut, Adelina Likmeta, me të cilën Nazmiu ishte ndarë në vitin 2013, kishte marrë nëpërmjet një testamenti që ai pretendon se është i falsifikuar një shumë monetare prej 160.000 eurosh, të cilën sipas tij duhet të ndahej mes 2 vëllezërve, dhe një gjë e tillë nuk kishte ndodhur. Në kushtet kur shuma e konsiderueshme monetare,
ishte vjedhur sipas Kujtim Veselit, gjë të cilën ai pretendon se e kishte mësuar pasi kishte tentuar të ndihmonte të vëllain të dilte nga burgu, atëherë kishte refuzuar t'i kthente vëllait sërish banesën. Në një kalvar të gjatë ligjor, Nazmi Veseli, i braktisur nga të gjithë, humb gjyqin me të vëllain dhe Agjencinë Shtetërore të Kadastrës me 13 dhjetor të vitit 2024. Gjykata e Durrësit vendosi rrëzimin e padisë së tij, ku kishte kërkuar deklarimin e pavlefshmërisë së prokurës së posaçme të 12 tetorit 2021, si dhe aktit notarial të dhurimit të datës 13 tetor 2021, si dhe regjistrimin e pronës në emër të vëllait Kujtim Veseli dhe regjistrimin e pronës në emrin e tij. Nazmi Veseli pranonte gjatë kësaj kohe se shuma monetare e të ëmës i ishte marrë nga ish-gruaja, që nuk pranonte më t'i kthente asnjë para. I ndar nga Adelina, me të cilën pas humbjes së djalit kanë dhe një vajzë, i braktisur nga i vëllai dhe 3 motrat që nuk kishin arritur të zgjidhnin mosmarrveshjen mes 2 vëllezërve, si dhe me gjyqin e humbur, tashmë dhe i pastre, në një gjendje të rënduar emocionale. Nazmi Veseli vendos t'i jap fund jetës në varrezat e Shënavlashit, pranë varrit të njerëkut të tij, nga pasuria të cilit ishte ndërtuar banesa dhe ishin trashëguar lekët, të cilat u bën objekt i një konflikti të pazgjidhur. Në varrezat e Shënavlashit, Nazmi Veseli ka ardhur për të kryer aktin vetë flijues. Nuk dihet qartësisht se në cilën ore ka kryer këtë akt vetë flijues. Ai është varur me litar në këtë pemë, vetëm pak metra larg varrit të njerëkut të tij, Njazi Gera, i cili ka humbur jetën në vitin 2019 dhe sipas të dhënave që mësohet, Nazmi Veseli ka qenë i vetëm. Është gjetur nga banorët e zonës, i cili ka njoftuar përgjegjësinë e varrezave dhe menjëherë policinë. Por Nazmi Veseli në aktin, si duket, e paramenduar mirë, pasi ka përdorur dhe 3 tulla të kuqe, të cilat janë vendosur në atë pjesën poshtë, i ka vendosur pal me njëra tjetrën dhe më pas i ka shtyr. Janë këto 3 tulla, të cilat dyshohet të jenë përdorur nga Nazmi Veseli. Janë gjetur telefonat dhe sendet e tij personale, të cilat administrohen nga policia, por është një akt i rëndë që tregon dramën e këtij personi dhe vuajtjet e Nazmi Veselit, 63 vjeçarit, i cili vitet e fundit dhe muajt e fundit ka qenë në një betejë për pronën e tij, për shtëpinë, të cilën pretendonte, megjithëse e kishte firmosur, pretendonte se ishte marrë me mashtrim nga ana e vllait i tij, Kujtim Veseli, por nga ana tjetër ai kishte edhe një problem me shumën monetare, të cilat kishte lënë njerëku, Njazi Gera, i cili ja kishte lënë të shumë fillimisht të ëmës, Nasibes, dhe më pas vdekjes së tij, Njazi Gerës, në vitin 2019, ka lindur një debat i madh në familje se kush do të trashëgonte shumën monetare të cilën ai kishte përfituar si pasojë një aksidenti automobilistik të kryer shumë vite më parë në Itali, por dhe të ardhurave nga pensioni, dhe këtu ka lindur diskutimi dhe debati. Fillimisht, siç mësojmë me njëra nga motra që është në Itali, ku pastaj Nazmiu me ish-gruan ka vajtur e ka marrë, dhe më pas përvetësimi i shumës së mbetur prej rreth 100 apo 162.000 euro nga ana e Adelina Likmetaj apo Veseli, dhe pas kësaj ndron jetë nëna, ndron jetë djali i Nazmi Veselit në një aksident automobilistik, dhe 2 javë më vonë Nazmi Veseli në tronditje të rëndë shkon për të marrë emigrant sirian në Gjirokastër, arrestohet atje dhe më pas i lëshon për të dalë, siç ka shprehur ai në emisionin Shihemi në gjyq me zonën e Çobani, për të dalë nga burgu ka dhënë një prokur, për cilën ai thotë nuk është kontratë durimi, por është kontratë për ta përfaqësuar dhe për të marrë një kredi bankare për një garanci prej 10 milion lekësh që duheshe të dilte nga burgu. Ai jo vetëm që nuk doli nga burgu me garanci monetare, por mbeti për 6 muaj në burg. Shtëpia
u ndryshua sipas prokurës që kishte dhënë noteri i Tepelenës dhe më pas veprimet e dhurimit u bën nga një noter tjetër në Tiranë, Shpresa Gjocaj, dhe shtëpia kaloi në emër të Kujtim Veseli. Do përpiqemi të flasim me Kujtim Veselin për të mësuar më shumë se çfarë ka ndodhur në marrëdhëniet mes tyre dhe cila është e vërteta e akuzës që është bërë për përvetësimin e kësaj prone, një vil 2 kaçe, por dhe cila është e vërteta për 162.000 euro. Një histori vërtet tragjike e cila tregon shumë për marrëdhëniet mes njerëzve, marrëdhëniet brenda pjesëtarëve të familjes e jo vetëm, e sigurisht për kujdesin që duhet të tregojmë gjithë secili prej nesh në aktet procedurale në të cilat firmosim, t'i lexojmë dhe të jemi të ndërgjegjshëm për çfarë firmosim, sepse vim në momente të tilla ku njerëz si Nazmi Veseli ngelen rrugëve megjithse kanë patur pasuri, megjithse kanë patur të ardhura dhe nga kushtet e rënda të tilla kryen dhe vetvrasje. Akte të tilla s'duhet të ndodhin dhe duhet të gjithë si shoqëri të sensibilizojmë që dhe të ndihmojmë sa kemi mundësi që akte të tilla të mos përsëriten dhe njerëzve të tillë, të cilët janë në kushte të tilla psikologjike, t'u gjendemi pranë gjithë secili prej nesh, ai sa ka mundësi, pse jo dhe shteti, për t'i parandaluar këtë ngjarje. Askush do donte që Nazmi Veseli shkonte në një akt të tillë, por ngjarja ndodhi dhe ne do përpiqemi të shkojmë më tej për të kuptuar shumë më shumë detaje dhe dëna raport me atë që ka ndodhur. Dhe sigurisht për ta mbyllur duhet të them edhe një gjë tjetër, në varrimin e Nazmi Veselit, i cili është kryer në varrezat e reja të Durrësit, duhet të theksojmë se ka ndodhur dhe një problematik tjetër. Gjatë kohës që ai varrosej, shpenzimet mortore për varrimin e tij i kishte marrë përsipër në xhmia, njëra prej motrave të Nazmi Veselit dhe e cila kishte kërkuar që pjesëtarët e familjes Kujtim Veselit mos ishin prezent dhe mos merreshin me asgjë. Ndërkohë çfarë ka ndodhur? 2 nipat e Nazmiut kanë marrë pjesë në varrim dhe aty ka ndodhur përplasje fizike dhe më pas goditje me lopatë për njërin prej pjesëtarëve të familjes dhe më saktësisht për shtetasin Recep Çollaku, burri i motrës së Nazmiut dhe Kujtimit, dhe djali i madh i Kujtim Veselit është arrestuar dhe sot po përballen me drejtësi. Megjithse familjarët kanë pretenduar në polici dhe Duro Veseli apo Abdurrahman Veseli ka pretenduar se është goditur i pari nga djali i hallës, por sigurisht është një akt akoma vijues si një përplasje dhe një tronditje mes pjesëtarëve të familjes, të cilët nuk kanë gjetur qetësi edhe pas vdekjes së Nazmi Veselit dhe janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe kanë arritur deri në momente të tilla ku nuk kanë marrë në konsiderat përcjelljen për momentet për banesën e fundit të Nazmi Veselit, por janë përleshur mes tyre teksa i hidhej dhe në varrin e Nazmi Veselit. Por si të mos mjaftonte vdekja e Nazmi Veselit, një tjetër konflikt i ashpër mes motrave dhe nipave të viktimës shpërtheu 2 ditë më vonë, gjatë homazheve dhe ceremonisë së varrimit. Nexhmia Çollaku i kishte dërguar mesazh vëllait të saj Kujtimit, që me ceremoninë mortore dhe shpenzimet e varrimit të Nazmiut nuk kishin punë, pasi do merreshin ato. Por në homazhe dhe gjatë varrimit morën pjesë 2 djemtë të Kujtimit, nipat Nazmiut, Abdurrahmani dhe Gentiani, së bashku me gratë e tyre, gjë e cila nervozoi 2 nga motrat e Nazmiut. Situata arriti në pikën kulmore, kur teksa varri po mbulohej me dhe, një përleshje fizike dhe përdorimi i lopatave shkaktoi plagosjen e 76 vjeçarit Recep Çollaku, burri i motrës së Nazmiut. Ky i fundit u plagos nga Abdurrahmani, djali i Kujtimit. Pas njoftimit të policisë, 37 vjeçari u arrestua në flagrancë nga policia për plagosje të rënë me dashje dhe dhunë në familje. Gjyqtari Alban Veçani vendosi të pranonte kërkesën e prokurores Mediana Meta dhe si përfundim caktoi masën e sigurimit personal arrest në burg për të dyshuarin. Por le të ndjekim si e përshkruajnë protagonistët e këtij konflikti këtë ngjarje të pazakontë dhe të padëgjuar.
Me datën 17 prill 2025 në lagjen numër 15 në Durrës tek varrezat e reja të qytetit, gjatë ceremonisë së varrosjes së të ndjerit Nazmi Veseli, ka ndodhur një konflikt me sende të forta, ku si pasojë ka pësuar dëmtime shëndetësore shtetësi Recep Çollaku, 76 vjeç, i cili është dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Durrësit e më pas është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë. Në drejtorinë vendore të policisë Durrës është shoqëruar i dyshuari Abdurrahman Veseli dhe forcat e rendit pasi janë afruar kanë konstatuar disa persona që konfliktoheshin me njëri tjetrin, ku njëri ka qenë i gjakosur në pjesën e kokës. Gjatë deklarimit paraprak, ka thënë se ishte goditur me lopat nga njipi i gruas së tij. Policia ka identifikuar si të dyshuar Abdurrahman Veselin dhe e ka shoqëruar në komisariatin e policisë Durrës. I është marrë deklarim Nixhmie Çollakut, bashkëshortes së dëmtuarit Recep Çollaku, e cila ndër të tjera citon se i ndjeri Nazmi Veseli është vëllai i saj që ka qenë në një konflikt të ashpër me motiv pronësie me të vëllain tjetër të saj, Kujtim Veselin, e për këtë dhe ajo nuk fliste me Kujtimin e as pjesëtarët e tjerë të familjes së tij. Citon faktin që ka ardhur nga Gjermania në orën 3 të datës 17 prill 2025, pasi është njoftuar për faktin që vëllai i saj, Nazmi Veseli, ishte gjetur i vdekur, i varur në një pemë tek varrezat e Shënabllashit. Është njoftuar që trupi të ndjerit ishte vendosur tek ambientet e agjencisë funerale Tafa në lagjen numër 8 në Durrës dhe ka komunikuar me administratorin e saj, duke i thënë që shpenzimet do t'i mbuloj ajo, pasi është e motra dhe që i ndjeri ka qenë në konflikt me të vëllain e tij, e ata nuk e kanë dashur atë. Në mëngjes pranë agjencisë funerale kanë ardhur njipi i saj Abdurrahmani, djali i Kujtimit, bashkë me bashkëshorten dhe ajo i ka thënë që ju nuk keni punë këtu, se ju e keni lënë atë në rrugë. Abdurrahmani ka filluar të bërtas, duke thënë që do t'ju vras të gjithëve. Ka ndërhyrë të tjerë persona dhe i kanë larguar. Në orën 15 ishte ora për të dërguar të ndjerin në varrezat e qytetit dhe kur kanë arritur tek vendi ku ishte caktuar varri, ka parë dy vëllezërit, Abdurrahmanin dhe Gentianin, djemtë të vëllait të saj Kujtimit, në kodër tek varri dhe ju ka thënë përsëri të largoheshin pasi nuk kishin të drejtë të merrnin pjesë në varrim, por Abdurrahmani e ka shtyr dhe ajo është rrëzuar. Ka ndërhyrë dhe djali i saj Olsi për të kapur të ëmën e në ato momente Abdurrahmani, që kishte një lopat në dorë, ka dashur të godas Olsin, por ka ndërhyrë bashkëshorti i saj Rexhepi dhe lopata ka goditur kokën e këtij të fundit e nga goditja është gjakosur. Ndërkohë që dy djemt largoheshin, ka ardhur policia dhe i ka kapur të dy vëllezërit. Organi hetimor ka kërkuar që t'i marrë deklarim shtetasit Recep Çollaku, por për shkak të problemeve shëndetësore ka qenë e pamundur marrja e deklarimit e më pas ai është dërguar me ambulancë për në spitalin e traumës në Tiranë. I është marrë deklarim shtetasit Olsi Çollaku, djali të dëmtuarit Recep Çollaku, i cili deklaron se ka ardhur me datën 17 prill 2025 nga Gjermania bashkë me babain Recep Çollaku, pasi janë njoftuar që kishte vrarë veten daja i tij, Nazmi Veseli, para 2 ditësh në një pemë në zonën e varrezave të Shënabllashit. Mamaja dhe motra e tij kanë ardhur pak orë më parë me avion nga Gjermania. Citon se daja i tij, ndjeri Nazmi, kishte kohë që jetonte vetëm, ka patur probleme me të vëllain e tij, dajen tjetër Kujtim Veseli, për probleme pronash, e për shkak të këtij konflikti dhe familja e tij nuk kishte marrëdhënie, nuk komunikonte me Kujtimin dhe familjen e tij. Varrimi do të bëhej në orën 15 kur arritën tek varrezat dhe po bëhej ceremonia e fundit mortore, ka parë që tek vendi ku do të varrosej i ndjeri ishin veçmas dhe një grup personash nga të cilët ka njohur Abdurrahman Veselin, djalin e Kujtimit, të cilin e ka djaldaje. Ishte i vëllait të tij, Gentian Veseli dhe nusja Abdurrahmanit. Ishin dhe disa persona të tjerë që nuk i njihte. Ju është afruar duke ju thënë që të largoheshin dhe të mos merrnin pjesë në varrim, pasi kanë menduar si familje që këto probleme kanë shkaktuar dhe vetvrasjen e Nazmiut. Ata nuk i janë bindur me fjalë, ku të gjithë ne, familja ime, ja ka kërkuar këtë gjë që ata të largoheshin duke thënë që nuk ikim, ne do të marrim pjesë. Është vijuar me procedurat e varrimit e gjatë kohës që u fut në varr arkivoli, ndër persona që kanë marrë lopatën për të hedhur dhe
ka qenë dhe Abdurrahmani, mamaja e tij Nexhmie, i është afruar Abdurrahmanit që të lëshonte lopatën e të largohej, por ai e ka refuzuar dhe e ka shtyr maman e cila është rrëzuar. Ka shkuar e ka kapur maman dhe e ka ngritur dhe i ka folur Abdurrahmanit që të largohej e i ka kapur lopatën, por ai e ka goditur me grusht fillimisht dhe pastaj ka ngritur lopatën dhe ka gjuajtur në drejtimin e tij. Por ka ndërhyrë në mes babait të tij dhe lopata ka goditur babain e tij Rexhepin. Ka ndërhyrë dhe persona të tjerë dhe i ka ndarë. I është marrë deklarim shtetasit Gentian Veseli, vëllai të dyshuarit Abdurrahman Veseli, i cili deklaron se me datën 17 prill 2025, bashkë me të vëllain e kunatën e disa të tjerë, ka shkuar në Varrezat e Reja për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të xhaxhait të tij Nazmi Veseli. Kanë ndenjur të distancuar pasi nuk kanë patur marrëdhënie të mira me xhaxhan dhe as me familjarët e tjerë të tyre, nga frika e ndonjë reagimi. Në momentin që ka filluar të hidhet dhembi arkivolin e të ndjerit për ta mbuluar, atyre ju është afruar halla e tij Nexhmie Çollaku, e cila e ka shtyr dhe e ka goditur me një send tek bryli i krahut të majt. Ky konflikt në Varreza ka filluar nga Olci Çollaku, djali i hallës së tij, që ka filluar të debatojë e shtyhet me të vëllain e tij Abdurrahman Veseli, e që pas kësaj, i vëllai i cili kishte në dorë një lopat, pasi po hidhte dheu në varr, është kundër përgjigjur dhe ka dashur të godas Olcin, por që ai është shmangur dhe lopata ka kapur baban e Olcit Rexhepin, i cili ka ndërhyrë për të shuar konfliktin. Për shtetasin Gentian Veseli, është vendosur kryerja një ekspertimi mjekoligjor. I është marrë deklarim në cilësinë e personit nën hetim të dyshuarit Abdurrahman Veseli, i dyshuar për kryerjen e veprave penale të plagosjes së rënd me dashje dhe dhunës në familje. Ky shtetas deklaron faktin që është angazhuar për organizimin e ceremonisë mortore të xhaxhait të tij Nazmi Veseli, i cili është gjetur i vetvrarë para 2 ditësh, ku varrimi është lënë në datën 17 prill 2025 në orën 15. Në këtë datë, kur ka shkuar tek agjencia funerale, ka qenë me maman e tij Tatianën, si dhe bashkëshorten. Pa hyrë brenda ambienteve të funeralit, janë ndeshur përballë me 2 hallat, Nexhmie Çollaku dhe Lumturi Balliu, të cilat menjëherë sa i kanë parë i kanë ofenduar, duke ju drejtuar mamas me fjalët: "O, e Beratit, nuk e lën mashkull pa shku. Ju e keni vrarë atë, ju i keni të gjitha fajet", e fjalë të tjera fyese e mallkime të ndryshme në familje. Nexhmia i është afruar mamas së tij Tatiana dhe e ka kapur me duart në fyt. Kanë ndërhyrë dhe i kanë ndarë, e pa ju folur fare kanë vijuar dhe kanë hyrë tek agjencia funerale. Përsëri brenda ambienteve të funeralit kanë shkuar 2 hallat e përsëri kanë vijuar me të njëjtin objekt, duke sharë e ofenduar e duke aluduar që ata ishin shkaktarët e vdekjes së tij dhe ata e kishin vrarë. Ju kanë kërkuar që të mos ishin prezent gjatë gjithë ceremonisë mortore. Janë larguar nga agjencia për t'u shmangur agravimit mëtejshëm të situatës dhe kanë ikur në banesë. Në orën 15, që ishte dhe ora që do të nisej arkivoli me të ndjerin për në Varrezat e Reja, ka dalë tek Varrezat e Reja për të pritur arkivolin. Ka qenë bashkë me të vëllain Gentianin, bashorten e tij, si dhe ishin dhe miq të afërm të tij, që kishin ardhur për të respektuar Abdurrahmanin dhe të ndjerin. Kanë arritur tek vendi ku do varrosej, pasi kaloi makina me arkivolin. Familja Çollaku ka ardhur më pas dhe sapo kanë zbritur nga një furgon në afërsi të vendit ku do të varrosej, Olci Çollaku, e motra Viola Çollaku, Nexhmie Çollaku dhe Lumturi Balliu, përkatësisht 2 fëmijët e hallës dhe 2 hallat, sa i kanë parë kanë filluar duke hedhur fjalë në drejtimin e tyre, duke thënë që çdoni këtu ikni, e duke e etiketuar atë Abdurrahmanin si ti e vrave, ti ja more jetën, ti biri i që vafsh mbas atij, ti e familja jote, bashkë me fëmijët e tu. Olci është afruar drejt tij, por të tjerë persona kanë ndërhyrë dhe nuk e kanë lejuar të afrohej afër. I ka thënë ik, mos më prek. Kam ardhur për të bërë respektin e fundit të xhaxhait dhe ti je askushi që të mos ma lejosh. Siç e ke ti daj, unë e kam xhaxha. Ka ndenjur bashkë me pjesëtarët e tjerë me të cilët ishte në një farë distance dhe kur është vijuar me varrosjen e arkivolit me trupin e të ndjerit, është afruar në pjesën e këmbëve, në krahun e kundërt dhe ka marrë lopatën për të hedhur dhe, sapo ka mbushur lopatën, i është afruar
Nexhmia dhe Viola, duke bërtitur, lëre lopatën, ti e vrave, nuk të takon. E më pas është afruar Olci, i cili e ka shtyrë dhe e ka goditur, dhe është rrëzuar si për varrit. Abdurrahmani është ndjer i tromaksur, i trembur, i turpëruar, e nuk kujton më pas gjë nga ajo ngjarje. Është përpiluar po ashtu vendim ekspertimi mjekoligjor dhe pushtetasin Abdurrahman Veseli. I është marrë deklarim dhe bashkëshortes së tij, e cila deklaron faktin e ndodhur si gjatë kohës që gjenazeja ndodhej në ambientet e funeral tafës, si dhe gjatë kohës që po varrosi në varreza ku bashkëshorti i saj Abdurrahmani gjithë kohën është dhunuar nga familja Çollaku e më shumë nga djali i tyre Olci Çollaku. Citon se nuk kanë patur qëllim të konfliktohen apo provokojnë prishjen e ceremonisë mortore, por respektin e fundit të xhaxhait të tyre.